Me rastin e festës së 7 marsit, ditës së mësuesit, në shkollën Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa, u zhvillua një aktivitet i veçantë i organizuar nga Senati i shkollës në shenjë mirënjohje për kontributin dhe përkushtimin e mësuesve në edukimin e brezave të rinj. Sot duam të urojmë 7 marsit, ditën e mësuesit. Një ditë që nuk është thjesht një datë në kalendar, por një moment mirënjohje për ata që çdo ditë na udhëheqin drejt dijes. Mësuesit tanë nuk na mësojnë vetëm në shkollore. Ata na mësojnë si të mendojmë, si të përpiqemi, si të mos dorëzohemi dhe si të besojmë tek vetja jonë. Ata janë ata që na çedurojnë pyetjet tona të pafundme, gabimet tona, zhurmën tonë, por gjithmonë vazhdojnë të na udhëzojnë në përkushtim. Në këtë ditë të veçantë, ne duam t'ju falenderojmë për gjithçka që bëni për ne. Ju jeni ata që na motivoni të ndrojmë më shumë dhe të arrijmë qëllimet tona. Nxënësit dhe stafi pedagogjik u bën pjesë e një atmosfere festive dhe plot emocion. Gjatë këtij aktiviteti, Senati i shkollës shpërndau certifikata mirënjohje dhe buqeta me lule për stafin e mësuesve, duke i uruar në këtë ditë të veçantë. Duke qenë se si koordinatore e Senatit dhe kam qenë paksa në pronësi të gjithë këtij organizimi, përveç se dua t'ju uroj kolegëve të mi gëzuar festën e 7 marsit, dua gjithashtu të falenderoj të gjithë nxënësit, të cilët ishin pjesëmarrës në këtë, le të themi, falënderim të kolegëve. Dhe dua gjithashtu të them që kam arritur në konkluzionin që ne mund të bëjmë gjëra të vogla, por me dashuri shumë të madhe. Në emër të gjithë nxënësve, ju falenderojmë për kushtimin, durimin dhe dashurinë që tregoni çdo ditë për ne. Pa ju, rruga jonë drejt së ardhmes do të ishte shumë e vështirë. Por gjithashtu një falënderim dua të bëj dhe për të gjithë nxënësit që dhanë kontributin e tyre në zhvillimin e këtij aktiviteti. Gjithashtu nxënësit përgatitën edhe një pemë me kartolina të vogla të krijuara nga ata, ku ishin shkruar mesazhe të personalizuara për secilin mësues. Kjo atmosferë feste përfshiu edhe këngë e poezi të shkurtra që mbushën ambientet e shkollës me gëzim dhe emocione. Ky aktivitet që përcolli mesazhe respekti dhe vlerësimi për figurën e mësuesit dhe për rolin e rëndësishëm që ata kanë në edukimin dhe formimin e brezave të ardhshëm, u mbyll me urime dhe falënderime për të gjithë mësuesit e shkollës, të cilët çdo ditë kontribuojnë me përkushtim në edukimin dhe formimin e nxënësve.